Tung njerëz, ja ku jam. Unë jam Armand Xhuli, sot e hënë, ora 9, Radio Sol, 89 MHz, dhe unë jam këtu për emisionin e përjapshëm Mesazhi i hyjeve në fat e në muzikë. Pra, për horoskopin e kësaj jave, e më pas për një poezi, një tekst që natyrisht është teksti një këngë nga ato që kanë bërë historinë e muzikës, të rockut, të bluesit, të popit e të tjera. Në fund të horoskopit dhe pas analizës së këngës për cilën do t'ju flas, grupi jon Blue Bird Band do të luaj coverin e këngës për cilën unë do të flas. Unë ju them që të mos ju humbisni se kush e di se kur ju vjen për radha për t'i dëgjuar. Si zakonisht, po filloj horoskopin e kësaj jave. Dashi, nëse ti ke një moll dhe unë kam një moll dhe i shkëmbejmë, atëre edhe ti, edhe unë do të kemi përsëri nga një moll. Por nëse ti ke një ide dhe unë kam një ide dhe i shkëmbejmë, atëre se cili nga ne do të ketë nga dy ide. Kështu shkruan të dramaturgu, shkrimtari dhe kritiku muzikor irlandez George Bernard Shaw më se 80 vjet të shkuara. Dash, bura grua qofsh, për javën në vazhdim, ndoshta dhe për javët në vazhdim, do t'jetë shumë e rëndësishme për ty që këtë thënie të George Bernard Shaw ta bësh leitmotiv të jetës tënde të përditshme. Nuk do të ndihmoj as pak në qoftë se idenë që ke do ta mbash për vete pa e konsultuar me ata që ke përreth. Por në qoftë se idenë tënde në punë a në dashuri, atë çka ti ke në kokë, do ta thuash, të siguroj që dikush që ti ke shumë afër do të tregojë idenë e tij dhe të dy së bashku do të ndërtoni diçka që vlerën e ka, pikërisht te bashkimi i ideve, dhe nuk do të keni secili nga dy ide, si kundër thoshte George Bernard Shaw, por do të keni një ide të përbashkët, por që vlen dy fish. U shpjegova? Demi. Charles Ford ka qenë një shkrimtar dhe amerikan që si stil karakteristik të tij kishte humorin dhe sarkazmën mbështetur në fenomenet paranormale. Në librin e tij, Libri i mallkuarve, The Book of the Damned, botuar për herë të parë në vitin 1919, zbulon sekretin e fuqisë. Në qoftë se do të ndikosh për diçka ose mbi dikë, thoshte ai, duhet të jesh më i vërtetë se diçkaja ose se dikushi. Ç'do të thotë kjo? Kjo sipas meje do të thotë që nëse se do të kesh ndikimin tënd kudo qoftë, duhet të jesh i zhveshur nga çdo hipokrizi dhe duhet të shtiresh sa më pak të jetë mundur. Dem, burr a grua qofsh. Mundohu të zbulosh atë çka ke thellë dhe mundohu të jesh vetvetja deri në detaje. Dhe këtë duhet fillosh ta bësh që sot o dem. Burr a grua qofsh. Sigurohu që ajo që të tjerët shohin tek ty të jetë pikërisht ajo që ti je. Nëse vërtet më beson e vepron kështu, të siguroj që shumë shpejt do të ndihesh shumë i fuqishëm e i vërtetë. Nëse vërtet më beson e vepron kështu, të siguroj që shumë shpejt do të ndihesh shumë i fuqishëm e i vërtetë, qoftë kjo në jetën intime e personale, qoftë në marrëdhëniet e punës atë biznesit. I gjithmonë vetvetja. Binjak, bura grua qofsh, me ty për këtë javë do të filloj me ca pyetje. Nuk do të kesh frikë, besoj nëse do të kesh më shumë post apo fuqi, apo jo. Nuk do të nervozohesh, besoj nëse papritur do të kesh shumë më tepër sukses se sa deri më sot, apo jo. Nuk do t'i kthesh kurizin e t'i bësh bisht nëse do të ofrohen mundësi apo përgjegjësi që mezi kishe pritur, apo jo. Unë, duke lexuar mesazhin që yjet sjellin për ty, të uroj që ti t'jesh i gatshëm të administrosh të gjitha sa të përmenda më sipër. Sepse duke filluar që këtë javë, çka thash për ty do të jenë një realitet dhe një e vërtet me të cilën do të përballesh. Dhe ky realitet ka disa kushte. Mos u tremb, mos u nervozo, mos neglizho. Të ka ardhur dita o binjak, burr a grua qofsh. Gaforia. Në gusht të vitit 1961,
pushteti komunist i Gjermanisë Lindore ndërtoi murin e Berlinit, një pengesë betoni që do të ndalonte qytetarët e pjesës lindore të qytetit ta ratisishin drejt lirisë së pjesës perëndimore. Për 28 vjet ishte gati e praktikisht e pamundur të kaloje nga njëra pjesë e qytetit tek tjetra. Pastaj ndodhi mrekullia. Autoritetet e Gjermanisë Lindore filluan ta lironin dhe kështu u shfaqen ata që u quajtën çukapikët e murit. Në gjermanisht është Mauerspechte, pak e vështirë për të thënë. Ishin persona që të pajisur me dalta e çekiç filluan të shkatërronin murin. 2 vjet më pas, në vitin 1991, muri ishte gati komplet i shkatruar. Gafore, bura grua qofsh, për periudhën në vazhdim, por duke filluar që këtë javë, ke detyrën e çukapikut të murit në fushën e veprimtarisë tënde. Ka ardhur momenti të shkatrosh një barikad, një pengesë, një mur që do t'jap liri dhe fushë veprimi, qoftë kjo në lidhjet tua e qoftë kjo në aktivitetin tënd. Mbase do të duhet sa kohë derisa ta shkatrosh komplet, por duhet të fillosh tani. Luani. Filmi Njeriu që i përshpëriste kuajve, The Horse Whisperer, me Robert Redford, është një film i vitit 1998. Vajza e vogël Grace, personazhi i filmit, pson një aksident së bashku me kalin dhe që nga ky moment jeta e saj ndryshon rrënjësisht. Ajo ecën me shumë vështirësi, bie në depresion dhe për faktin që nuk mund të kaleroj kalin e saj të dashur pilgrim, edhe për këtë fakt, domethënë, për shumë kohë kjo frikë bëhet zoti i situatës derisa një ditë erdhi njeriu që i përshpëriste kuajve, Robert Redford, Tom Booker në film, i cili me punën e tij dora dorës bëri që si Grace e si kali i saj pilgrim të fitonin sigurinë e të mund të shëtisnin përsëri së bashku. Luan, burr a grua qofsh, po frika jote cila është? A mos vallë ke diçka që ti s'po mund ta kapërcesh e të rifitosh besimin e dur ose besimin e humbur? Në qoftë se po, kërko edhe ti njeriu që i përshpërit kuajve, atë njeri që do të bëj të rifitosh besimin për të kaloruar si më parë. Virgjëresha. Virgjëresha, bura gra qofshi. Është një këngë që titullohet I Wanna Be Adored, që do të thotë dua të jemi adhuruar, dua të më adhurojnë. Në qoftë se ju o virgjëresha, bura gra qofshi do të kishit qejf të bridhni duke kënduar këtë këngë, unë nuk do të bëja as përpjekjen më të vogël për t'u penguar. As nuk do të habitesha, sikur natën të ngrinit kokën e t'i këndonit qiellit dhe yjeve, dua të jemi adhuruar, dua të më adhurojnë, e meritoj të jemi adhuruar, pretendoj të jemi adhuruar. Ua thash këto fjalë sepse yjet në mesazhin e tyre parashikojnë që duke filluar nga kjo javë, dëshira juaj do të realizohet, por me një kusht, që edhe juve të shprehni adhurimin tuaj ndaj dikujt që e meriton. Dhe se kush është ai apo ajo që e meriton të adhurohet, këtë e dini ju o virgjëresha, bura a gra qofshi. Peshorja. Në anglisht, The Low Man of the Totem Pole, që në shqip përkthehet njeriu në fund të shtyllës, të kolonës, të asaj që quhet totem, është një idiom, një shprehje që i referohet personit që bën punët më të rëndomta, ose që në shkallën hierarkike është i fundit me pozicionin më të ulët. Por është një metaforë e gabuar sipas meje, sepse totem janë shpikur nga fiset indiane që jetonin në origjinë në Amerikën veriperëndimore. Ishin ca shtylla të mbushura me figura dhe figura që ishte më poshtë e fundit, ishte ajo më e rëndësishme e fisit. Pra, The Low Man of the Totem Pole është paraardhësi më i rëndësishëm. Peshore, bura grua qofsh, diçka të tillë parashikoj edhe në jetën tënde. Ndoshta ka një keq kuptim që duhet sqaruar. Ndoshta ai ose ajo që ke lënë në fund të totem të shtyllës, në të vërtetë është më e rëndësishme apo më e rëndësishme në jetën tënde dhe që në fakt duhet konsiderohet i pari apo e para? Qoftë njeri, qoftë projekt është për tur i parë. Peshore, bura grua qofsh,
ka ardhur momenti t'i rishohësh gjërat e t'i japësh përparësi diçkaje adekujt që deri më tash e ke lënë në plan të dytë, jo si fort të rëndësishme. Akrepi. Departamenti që mbulon pjesën e egër të detit të natyrës në Mozambik, njëherë paralajmëroi turistët që ishte shumë e madhe mundësia që të ndeshin një luan që shëtiste i lirë larg habitatit të tij natyral, në mënyrë që ata të ishin të kujdesshëm e të mos kapeshin nga fin. Mbani me vete, ishte porosia, zilka të vogla dhe mjete të zhurmshme në mënyrë që egërësira të urin larg e të mos ju ndodhte një e papritur. Këtë këshill, unë po ta përshtas ty o akrep, burra grua qofsh. Në javët në vazhdim, në qoftë se do të jesh i kujdesshëm apo kujdesshme, nuk do të hasësh asnjë egërësirë në thonjza që mund edhe të të bëj dëm. Pra të lutem, bëj ç'është e mundur që të mos ndeshesh papritur me ndonjë dinak, me ndonjë maskara apo me ndonjë kej dashës. Ambientet me një rrezik të tillë ose kaloj shpejt, ose në mundsh shmangi totalisht. Elimino përballjet me kategorinë e njerëzve që sapo përmenda. Ri larg së keqes. Shigjetari. Charlie Parker është një saksofonist dhe muzikant amerikan i cili është edhe një nga muzikantët që solli një frymë të re në interpretimin e jazzit. Për fat të keq, varësia e tij ndaj heroinës nuk e lejoi kur që të kishte një gjendje ekonomike të qëndrueshme dhe të sigurt. Tregojnë se një ditë, ndërsa kishte dalë në kërkim të heroinës, ndaloi një kalimtar, i ngriti mëngët e këmishës dhe duke i treguar damarët i tha: "I shef këto dy vena? Tek njëra unë injektoj një vetur Cadillac dhe te tjetra do t'i injektoj një shtëpi." Pra, kaq shumë lek harxhonte për heroinën. Po të kthehem ty o shigjetar, burra grua qofsh. Nuk është se po harxhon pak si shumë për ca qefe e për ca gjëra të panevojshme që nuk të çojnë askund e të pengojnë për ca qëllime të mëdha. Nuk është se je bërë pak dorë shpuar, a dorë lëshuar. Në qoftë se është kështu, duhet me njëherë të heqësh dorë e të përmbledhesh. Në jetë janë ca qëllime më të larta për të cilat duhet vërtet të shpenzosh. Briciapi. Unë isha më i mirë kur i konsideroja të tjerët si të mëdhenj, edhe pse jo gjithmonë ishin të tillë, ka thënë njëherë Charles Bukowski, shkrimtari i më se 60 librave që ishte edhe pak i çmendur, ose siç i thon nga Korça, pak si heroitur. Por, në këtë që ka thënë ka shumë të drejtë dhe ty o Briciap, burra grua qofsh, duhet të të shërbej e ta kesh parasysh. Po e sqaroj dhe pak më holl. Briciap, burra grua qofsh, duke filluar që këtë javë mundohu të shohësh te të tjerët atë çfarë kanë të madhe. Kjo do të zgjojë ose do të zgjojë tek ty dëshirën që edhe ti të mbrish në ato nivele. Prandaj, ndër bashkëpunëtorët e tu, ndër bashkëjetuesit e tu, kur ti shohësh, pyetjet që duhet i bësh vetes janë: çfarë kanë të bukur, inteligjente dhe interesante këta njerëz? Të siguroj që përgjigjet që do të gjesh janë ato tek të cilat ti duhet mbështetesh o Briciap. Burr a grua qofsh. Ujori. Ujor, dëgjoni diçka që nuk e dëgjoni kudo, ose që nuk keni mundësi ta dëgjoni kudo ndoshta. Një djalosh polak, studiues dhe praktikant i artit, e sidomos i pikturës, me emër arti Andrzej Sobiepan, një ditë nuk e di se si ja doli të hynte fshehurëzi me një pikturë në dorë në Muzeun Kombëtar Polak. Këtë pikturë që ishte e tija, ja doli edhe ta varte në një nga muret e muzeut. Piktura ngeli e varur në muze për disa ditë radhësi, derisa drejtori i muzeut një ditë e vuri re pikturën edhe e hoqën. Natyrisht zbuluan edhe se kush e kishte vënë. Kur e pyetën, djaloshi Andrzej u përgjigj: "Vendosa që të mos prisja një 30-40 vjet derisa një vepër e imja të ekspozohej në një muze. Doja të bëhesha e njohur më njëherë." Ky duhet jetë edhe shpirti juaj për javët në vazhdim o ujor, burra gra qofshi. Një shpirt guximtar. Mos prisni që t'ju ftojnë për t'u bërë apo për të paraqitur projektin a iden tuaj. E vetë ftohuni.
Tashi edhe një gjë të fundit, meqense mbiemri i djaloshit Sobjepan, një mbiemër arti, në një farë mënyrë do të thotë zoti vetës, edhe ju o ujor, bura gra qofshi, mundoni në javët në vazhdim ta ndroni mbiemrin e ta bëni Sobjepan. Peshqit. Kur ishte në krye të shtetit italian, kur ishte kryeministri i Italisë, Silvio Berlusconi në një intervistë të vitit 2004 e denigroi dhe u tall me kuzhinën finlandeze. Finlandezët, thaj, nuk din as prosciutto se çfarë është. Në rastin më të mirë, vazhdoi ai, nga kuzhina finlandeze mund të hahet në një specialitet siç është dreri i tymosur. Por Finlanda shumë shpejt ja doli dhe në një garë ndërkombëtare për picat në New York, America's Plate International, në mars të vitit 2008, shefët finlandezë të picerisë Koti Pizza u paraqitën me një picë që kishte në përbërje pikërisht drerin e tymosur. Dhe emrin, si ja kishin vënë? Pizza Berlusconi. Ata zunë vendin e parë duke fituar garën, ndërsa italianët u renditën në vendin e dytë. Por ju të dashur peshq, ky vit është viti që do të mund të fitoni një revansh të ngjashëm, kashi dikujt që nuk ju ka vlerësuar aq sa duhet. Ky është horoskopi edhe për sot njerëz, dhe tani poezia apo kënga. Kënga për të cilën do t'ju flas sot është sigurisht një nga ato më të famshmet e kantautorit amerikan, është një nga ato këngë që do të mbeten të pavdekshme, që edhe pas gjeneratësh të tëra është e pamundur të mos i njohësh. Gjithashtu, është shumë i bukur fakti që ndërsa unë po merresha me këtë këngë, me këtë poezi, autori i saj mori dhe një çmim sa të gjetur, aq edhe të pabesueshëm, që besoj gjithkush e ka dëgjuar. Kënga, poezia që sot do të trajtoj është e çmimit Nobel e nobelistit në letërsi Robert Zimmerman, që të gjithë ne e njohim si Bob Dylan. Titullohet Në derën e parajsës po trokas, Knocking on the Heaven's Door, dhe është bërë në vitin 1973. Sipas asaj që unë mendoj, grupi akademikëve që përcakton kandidatët për çmimin e madh kësaj radhe ka parë përtej asaj rutine, atij standardi që të më përparshmit e kishin mbritur ta shihnin e tjera të tjera. Gjithmonë, sipas veje Bob Dylan, përveç çmimit Nobel për letërsinë, është një poet i madh, i pagëzuar se poeti quhet poeti i popullit amerikan. Dhe duhet ta merrte këtë çmim Nobel për paqen, meqense ai me vargjet e tij u bë udhëheqës i lëvizjes së madhe pacifiste amerikane të viteve 60, vitet kur u shkrua kjo këngë. Dhe këto vite njerëz ishin vite lufte, ishin vitet e luftës në Vietnam, dhe poeti Bob Dylan ishte zëdhënësi i lëvizjes pacifiste kundër kësaj lufte. Aq sa shpesh është censuruar në një vend të lirë si Amerika, njerëz duke u akuzuar edhe si komunist. I censuruar se në vargjet e poezisë të tij, Knocking on Heaven's Door, ai flet për varësit që ushtarët amerikanë bajnë në qafë si badge, të varur me një zinxhir, që kur ushtari të vdiste, shoku që kishte afër të kishte mundësi t'ia kpuste e t'ia dorëzonte familjes, komandës apo të përditësoheshin të dhënat. Ironike dhe qesharake. Ndjesia që të krijohet duke kaluar vargjet e kësaj poezie është vdekja, vetmia, kotësia, largësia nga ndjenjat njerëzore. Me një fjalë, të gjitha emocionet tragjike që kanë provuar me mijëra ushtar, me mijëra marinës që kanë vdekur larg shtëpisë. Në një luftë që as nuk e kuptonin pse po bëhej. Sipas Bob Dylan, një ushtar është një hiç, i ardhur në botë vetëm për të vrarë ose për të vrarë. Një individ pa ndjenja, sepse nuk ka grua, nuk ka fëmijë, nuk ka asgjë. Dhe në këtë sens, vdekja për të është çlirim. Çlirim nga një e keqe që as ai nuk e kupton pse ka hyrë. Ja pse vdekja i duket sikur po troket në dyert e parajsës, sikur po shpëton. Knocking on Heaven's Door. Dhe këto janë vargjet e fillimit të viteve 70 njerëz. 55 vjet më parë, shumë larg. Por meqense luftrat nuk kanë mbarim, edhe vargjet ngelen gjithmonë aktuale.
Në vitin 1987, një grup i madh i rock and rollit, Guns N' Roses, këtë këngë e përfshin në repertorin e tyre dhe në vitin 1991 bën edhe një version në studio duke i rikthyer këto vargje në aktualitetin e luftrave që sot kudo i kemi të pranishme, si kundër i dëgjoni për ditën për lajme. Dhe janë jo vetëm luftra ku njerëzit vriten me armë dorë, por janë edhe luftrat kundër bankave, kredive, qerave, papunësisë, dhunës, ku çdo kush është një ushtar i pavlerë në një luftë që kurrë nuk ka për ta fituar, por që duhet ta çojë deri në fund, deri në vdekje. Guns N' Roses në versionin e tyre shtuan edhe një strofë, dhe të shtosh një strofë në genialitetin e Bob Dylan është një lloj si të shtosh një strofë në komedin hyjnore të Dante Alighirit. Por, meqense strofa e shtuar nuk është pjesë e melodisë së këngës, por vjen si një zë telefoni nga jashtë, unë mendoj se ju falet. Kënga, vargjet dhe muzika e Knockin' on the Heaven's Door në vitin 1973 u shkrua për kolonën zanore të filmit Pat Garrett and Billy the Kid, film ku Bob Dylan merr pjesë edhe si aktor. Në këtë film janë dy shok që kanë marrë rrugë të ndryshme në jetë. Njëri është bërë sherif dhe përfaqëson ligjin, tjetri është bërë një kauboj rebel, një i kërkuar, një wanted. Në film, sherifi e vret shokun e tij dhe i kërkon sëmës t'i heqin distinktivin, t'i heqin yllin e sherifit dhe t'i groposi pistoletat, sepse dhimbja që vrau shokun është aq e madhe sa ai nuk do më të luftojë të qelloj. Do vetëm të ndrojë jetë. Genialiteti i Bob Dylan, njerëz, qëndron në faktin që kjo këngë përshkruan konkretisht ndjenjat e protagonistit, por që Bob Dylan, kur e bëri këngën, thuhet se nuk e dinte fare se për çfarë fliste filmi. Thuhet pra, nuk është e sigurt domethënë, por unë këtu po ju flas për një nga krimet më të bukura të poetit Bob Dylan. Ndoshta më i bukuri, përderisa revista muzikore amerikane Rolling Stone këtë këngë e ka radhitur të parën ndër 500 këngët më të bukura të gjitha kohërave. Edhe pse ka vetëm 2 strofa. Ja pra pse Bob Dylan e meritonte prej kohësh çmimin Nobel. Çudia e njerëz nuk qëndron në faktin që Bob Dylan u nderua me çmimin Nobel në letërsi as pak. Çudia qëndron në një tjetër fakt që e shpjegoi aq bukur Leonard Cohen. Ai kur dëgjoi lajmin, e dini çfarë tha? Asnjë çudi. T'i japësh çmim Nobel për letërsinë Bob Dylanit është një lloj sikur t'i japësh çmim Nobel Himalajeve, sepse janë malet më të larta në botë. Kjo gjë dihet. Tani njerëz, dëgjoni edhe se çfarë vargje të kësaj poezie, të kësaj këngë Knockin' on the Heaven's Door, gjithmonë nga unë shqipëruar e përshtatur, thonë: Nën, këtë distinktiv hiq më ti, nuk mundem ta përdora të më pas. Shumë errësirë po bëhet, e të shoh nuk mbri. Më duket se në derën e parajsës po trokas. Tak, tak, në derën e parajsës po trokas. Nën, këto pistoleta flaki për dhe, nuk mundem të qelloj me to më pas. Një re e madhe dhe e zez po bie, më duket se në derën e parajsës po trokas. Tak, tak, në derën e parajsës po trokas. Tak, tak, në derën e parajsës po trokas. Tak, tak, Knockin' on Heaven's Door e Bob Dylan. Kjo ishte kënga, njerëz. Ose më mirë, këto ishin vargjet e këngës. Tani sikundër Guns N' Roses për këtë këngë kanë bërë një cover, dhe meqense luftrat nuk kanë mbaruar, sikundër dikni lajmet çdo ditë, edhe kjo këngë ngelet tepër aktuale dhe ju do të ndihni po një cover kësaj radhe nga grupi i miqve tan Blue Bird Band, nga Sokol Sheu, nga Inar Nelku e nga Bledar Sejko. Knockin' on the Heaven's Door. Kjo, sa thash më sipër, dhe kjo që do të vinë pas, mundsohen gjithnjë nga Krosa Bono. Faleminderit dhe qofshi mirë kudo qofshi.
these bands on me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking at heaven's door. Knock, knock, knocking on 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 heaven's door.